Mateo. Ma kthe për përgjigjen, çfarë kam thënë unë? Ti më vjem nga mrapa, më ke thënë ke pas pëlqim për mua, ke thënë me gojën tënde. Sta lejoj, gënjesh. Jo, sta lejoj unë ty. Sta lejoj unë ty. Sta lejoj unë ty. Nuk ta lejoj unë ty. Nuk ta lejoj, nuk kam lozur me kartën e dashurisë roze këtu. Ti mund të vazhdosh, po me gënjeshtra, ja. Jo, gënjeshtrën e ke bërë ti. Gënjeshtrën e ke bërë ti. E ke bërë ti gënjeshtren, që ke dalë para publikut shqiptar, duke tentua jo vajzë që u përjashtu për me përdor Juelen për trekëndsh, nuk e përdori, edhe ti dole the ua, djemi trahtuar. Nuk do zgjohesh e i ditë bukur, se një Juela të tha, jo, mos shko te Brikena, të kam thënë gjithmonë shko mërë te Brikena, insisto te Brikena, doja dalësh te Brikena, dhe ti mi ke kthy krejt këto gjëra kundra, tu më ofendu. Ke shku ke intervista, e ke thënë intervista i lojtarja falca ty brenda Shjuela. Po, se s'mund ndrosh plak për mu 360 gradë. Po ti si e ndrove ti? Edhe ke ndruar plakën unë e kam ndru me arsye. E kam ndru me arsye. E kam ndru me arsye. E kam ndru me arsye kur ti ke përdor arsyet familjare të asaj vajze. Ke përdor arsyet familjare të asaj vajze. Mateo. Nuk mund. Mateo, unë nuk e di Brikena si nuk ka reagu. Mateo nga aja ke Si nuk ka reagu ajo vajzë. Si nuk ka reagu ajo vajzë me ty.